Shërbimet e Komisariatit të Policisë Sarandë në vijim të punës për parandalimin, zbardhjen dhe dokumentimin e vjedhjeve të ndodhura në këtë zonë kanë bërë të mundur zbardhjen dhe dokumentimin e 4 rasteve në fushën e vjedhjes dhe arrestuan shtetasin me inicialet PA, 56 vjeç, banues në fshatin 6 në Sarandë, pasi u kap nga shërbimet e policisë duke vjedhur arkën e kishës së fshatit Kulluric në Finiq. Nga veprimet hetimore dyshohet se ky shtetas është edhe autori i 3 vjedhjeve të ndodhura më herët, përkatësisht më datë 8 dhjetor 2025 në fshatin 6 në Sarandë, dyshohet se ka vjedhur nga mjeti një shtetasi 60.000 lekë, një parfum dhe një byrzylyk floriri. Më datë 3 dhjetor 2025 në banesën e një shetasi në fshatin Çuk në Sarandë, dyshohet se ka vjedhur disa pajisje elektroshtëpiake, ndërsa më datë 28 shtator 2025 në fshatin Kran në Finiq, dyshohet se ka vjedhur 5 koshere me blet. Vijon puna për zbardhjen dhe dokumentimin e vjedhjeve të tjera të kryera nga ky shtetas. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Sarandë për veprën penale vjedhja.